pastrimin e kanalit të ujrave të larta të shtetit të Vlorës, një kanal i cili ka impakt direkt në përmbytje, është në një fazë të ndjeshme. Kjo është banesa e parë, tek rruga e re ka disa banesa të tjera, të cilat ilustrojnë procedurave ligjore bazë të njoftimeve të marrin masa për të larguar nga këto banesa, sepse ky aksion nuk do të ndalet deri në pastrimin e plotë të vet. Duhet kërkojmë suportin e qytetarëve, sepse ky kanal është shumë i rëndësishëm për qytetin, është një nga shkaqet kryesore që Vlora është përmbytur sidomos në zonën historike, ku pati impakt dhe dëm ekonomik në gjithë bizneset e zonës historike.